Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar në ekranin e News 24 dhe në valët e Radio Rash. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrijnë në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Planet vendore, ligj i ri cënon kushtetutën. Letra, thellohet përplasja mes dy ministrave të koalicionit. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani i shkruan Gjermenit, të mos më njanohen këshillat bashkiak, janë filtr. Ndryshimet, nonsens logjik dhe juridik, cënohet autonomia vendore. Meta në Kosovë, liri për Ramushin, nuk është qytetar serb, por kosovar, flet Anita Haradinaj. Italia gjobit 17 call centera, nuk than nga telefonojnë. Në prill shumë fishohen gjobat. Zëvendës ministra italiane e ekonomisë Belanova, kontroll kompanive jashtë Bashkimit Evropian. Moti Acart, vdes një i moshuar dhe 2 në aksidente. Përplasje llahtarshme në Unazën e Elbasanit nga ngrica, vdes 32 vjeçari. Ministri i Transporteve, do analizojmë punën e firmave të rrugës. Arber Sule dhe Fatmir Popja sjellin më tepër hollësi me kronikat e ditës së djeshme. Fotot e rralla, invalidët merren në krah për të bërë pasaportën. Nuk ka infrastrukturë. Nga Xhavit Shala botohet opinioni ditës me titull Arsimimi, faktor i rëndësishëm për neutralizimin e radikalizmit. Nga Shaban Murati, mësimi Trump për ambasadorët politik dhe Shqipëria. Ndryshon dëshmin, 17 vjeçarja, nuk më përdunoj babaj, por fqi një plak, ngjarja në Vlorë. Letrat, Noli ateist, Nashe Orgaçi, ja si është përgjigjur ai. Provimi i shtetit, emrat e 544 infermierëve që hynë në testim, verifikimet, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, afatet e legalizimit të apartamenteve pa tapi, vendimi i plot. Qeveria vendos të hipotekoj të gjitha apartamentet e pallateve me probleme. Afatet, procedurat dhe pagesa për qytetarët. Haradinaj, Bushati, veprimi qëllimshëm për destabilitet. Meta, vizit në Prishtinë. Vllai Haradinajt akuza Thaçit. Urit në shtëpinë e fëmijës, vdes nga i ftohti në Sarand, moti i keq. Basha akuza për shkollat. Dëshmitari Hajdarit, gjykata rikthehen procesin, dënimi në mungesë. Dëshmia e plot, Desara, pse i dogja 3 makinat e ish të dashurit, më kërcënuan. Dokumenti sekret i sigurimit, ja emrat e studentëve që shkojnë me femra imorale. Raporti Ministrisë së Brendshme për studentët që shkollohen jashtë. Të dashurat u thonë se janë shtatzan. Një analizë nga Aleksandr Qipa mban titullin Dritëroi në shenjtërinë e letërsisë së tërkohshme. Një opinion nga Gron Gjekmarkaj, Erion Veliej, heroi ynë. Nga Florian Kalaja, 2 standarde për afatin e arsyeshëm. Nga Julian Zyla, 9 janar 2027, Shqipëri, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, provim për avokatët dhe gjyqtarët, projekt ligji, shteti do testoj të gjithë të diplomuarit në Fakultetin e Drejtësisë. Drafti i ri, 3 provimet e shtetit për të certifikuar si jurist, përfshihen dhe prokurorët. Pikët që duhet të merren në testimin final, tarifat që do të përdoren dhe si do të veprohet për 600 gjyqtarët dhe prokurorët. Testimi, farmacistët, lista me 1885 emrat që morën kreditet. Manuali, lejet e ndërtimeve për shtesat dhe godinat, ja kërkesat e reja. Ndryshon procesi aplikimeve për marrjen e lejeve ndërtimore në një sipërfaqe deri në 250 metër katror. Si do plotësohet formulari. I ftohti siberian, Acari shkakton 3 viktima në Shqipëri. Investimi, mjalti bio, enigma dhe specifikat e produktit të ëmbël. Bledar Hoxhe nga fshati Buzmadh i Fierit flet për bletarin që ka ngritur. Synimet për të eksportuar produktin dhe problemet që has në shitjen e mjaltit. Pakti i ri politik, Sinani, sfidat e shqiptarëve përballë Zajevit dhe Gruevskit. Analisti thekson se dokumenti firmosur mes 4 partive ka nevojë për përmirësim. Këshilla që i jep liderëve shqiptar për koalicionin e ri qeveritar. Kostumet shqiptare,
veshjet popullore, del koleksioni rralli fotografive, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo çelet me titullin Arrestimi i Haradinajt. Rama Meta, rivalitet dhe për çështjet kombëtare. Pas protagonizmit për ndikimin të krerët e partive shqiptare në Maqedoni, Rama dhe Meta duke në garë edhe për çështjen e Ramush Haradinajt, ndërsa analistët e akuzojnë kryeministrin se marrëdhëniet e mira me Vučić nuk kanë prodhuar rezultate në favor të shqiptarëve. Shqipëria ngrin, rekord temperaturash nën zero, 4 viktima. Temperatura më minimale u shënua në Vermosh, minus 27 gradë Celsius. Në Dibër, temperaturat ranë deri në minus 26 gradë Celsius. Shko në 4 numri i viktimave të Acarit dhe Akullit. Ngrirje e depozitave. Acarit zjerë zbuluar problemin shqiptar të ujit. Situatë kaotike në të gjithë vendin si pasojë e motit të keq. Problemeve të izolimit nga Dëbora dhe Akulli i shtohet dhe mungesa ujë të pishëm në disa qytete. Mbesin pa ujë për 48 orë, kryesisht banorët e pallateve që kanë depozitat në taraca. I gjithë vendi me rrjete kaotike dhe të amortizuara të sistemit të ujësjellësit. Epidemia e gripit, Beqaj, 10 persona në gjendje të rëndë. Epidemia e gripit me shtrirje në të gjithë vendin ka krijuar një situatë problematike. Është konfirmuar se deri dje në gjendje të rëndë shëndetësore kanë qenë 10 persona, 3 prej të cilëve të shtruar në reanimacionin e Shefqet Ndroqit dhe 2 në Vlorë. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexiu, obezitet çmimesh, tregu plot dhe xhepat bosh. Reportazh, një vit në kullën e Budit. Rezistenca e studiusit Behar Gjoka duke shpallur në mënyrë krejtësisht personale vitin e Budit. Prej janarit dhe deri në dhjetor, viti Budit ka pasur disa ngjarje kulmore, 2 prej të cilave lidhen me vizitën në kullën 500 vjeçare të Budit, takimin me pasarësit dhe nderimin së fundmi prej presidentit Bujar Nishani dhe mbyllje me një konferencë shkencore, ku shkrimtari Agron Tufa paralajmëron në rrezik zhdukje repertori letërsisë së vjetër shqipe. Deklarata, Ristani në Fier, do fitojmë zgjedhjet, përballë kemi një mashtrues. Editoriali sotëm është shkruar nga Vladimir Karaj, mban titullin Gjithçka veç Gruevskit. Një koment nga Gentian Gaba, pas demokracisë. Nga Blendi Lami vjen opinioni me titull Parashikim për politikën e jashtme amerikane të vitit 2017. Në brendësi të gazetës Mapa sot është suplementi Mapa Universitet, procesi i Bolonjës, koha për ndërtimin e një kulture inovative. Për krah mësimdhënies dhe të mësuarit, një mision i tretë i universitetit duhet jetë inovacioni, shkruhet në faqen e parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt Instituti i Sigurimeve Shoqërore blen vetur, sa 900 pensione invaliditeti. Invalidëve ju dhanë për vitin e ri 20.000 lek, ndërkohë që për veturën e shefit të administratës, përfaqësuesi i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, u harxhuan plot 90 milion lek. Me këtë shumë do ishin dyfishuar shpërblimet e 4500 invalidëve. Sot protesta në Washington dhe New York. Ramush Haradinaj, heroi që po bashkon shqiptarët kudo në botë. Flasin në gazetën Telegraf, kryeparlamentari Ilir Meta, ish drejtori i Zërit Amerikës për Eurazin Frank Shkreli, profesore Xhepqosja dhe deputeti belg Gjanaj. Një opinion nga Angel Musaj, drejtori i gazetës Telegraf, mban titullin Vaksinimi të nis nga rilindja. Nga Mimoza Bedini, auditimi prokurimeve dhe kontrolli lartë i shtetit. Situata e gripit, Tritan Kalo, pse fshihet partneriteti publik-privat në rastet e epidemive. Organika për hapjen e dosjeve, absurdi, 100 zyrtarë dhe punonjës për të kontrolluar 120 dosjet e mbetura të ish spionëve. Sarand Elbasan, shteti braktis dhe shkatron monumentet e kulturës kombëtare. Milionët e taksa paguesve. Ministria e Jashtme shqiptare prokuron 360 milion lek për bileta avioni, ndërkohë që njerëzit janë pa bukë, luksi i bushatit nuk ka të ngopur. Drejtësia shqiptare, përparim Alili, kodi që dënon gazetarët. Avokat Kujtim Cakrani, gjykata që ka dështuar. Bardyl Berberi, kontingjentet e vettingut.
Sporti në Telegraf, flet Redi Jupi, ish futbollisti kombëtares. Në futboll, sistemi vlerave është deformuar. Agron Kaja, Liga Profesioniste jo tender. Mozaik dhe aktualitet, reportazh nga Agim Jazej, Sevaster Kudës, Grehoti, o vëndi bekuar nga Zoti. 13 vite nga ngjarja e 9 janarit 2004, që mbuloi me fatkeqësi familjet e 21 viktimave. Mjekësi, banania, fruti magjik që ndihmon në stabilizimin e shumë sëmundjeve. Politikanët e paparazzi është rubrika që sjell vargjet me titull "E duam Shqipërinë si gjithë Europa". Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në një edicion special trajton kush e do në burg Ramushin. Raportet tona me Serbin, deklaratat e një serbi lunatik dhe pyetja kush erdhi në pushtet në Shqipëri pas 1991-shit. Deklarata dhe analiza mbi atë që ka ndodhur dhe po ndodh në Tiranë, Prishtinë dhe Beograd. Sa deputet duhet ketë Shqipëria? Kemi 51 deputet për 1 milion banor dhe jemi ndër vendet më të varfër të Europës. Sa kanë fqinjët dhe disa vendet të Bashkimit Evropian. Nga lartë Kola botohet artikulli "A ka arsye për ngazëllim pas paktit të partive shqiptare në Maqedoni?" 20 vjet nga tmeri 97-ës, e para ishte Vlora, shkruan Zenepe Luka, ditari rëndjas e pranvere, krimet e ndepa ndëshkim që presin Vetingun dhe kolegët e mi gazetarë që u shitën. Në brëndësi të gazetës botojnë artikuj të ligji, qeveria italiane nis gjobat për kompanit call center. Këshilla e mjekes, 7 faktorët që ndikojnë çrregullimet e dëgjimit. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt "Fatos Klosi, Basha gaboi, ndihmoi të dënohen shqiptar. Transplanti organeve, ish kreu i shërbimit informativ shtetëror, të sqaroi pozicionin e tij." Nga Merobaze botohet editoriali me titull "Raky ftohtë dhe u pam". Nga Andri Bala, Lalla del në punë për plaçk azili. Nga Ilir Zeiri, përse Franca nuk ka faj. Nga Margarita Kola, 8 argumente që e bëjnë nul arestimin e Haradinajt. Studimi, 140 deputet dhe 20 ministra prodhuan vetëm një ligj në 6 ditë. Gara e hoteleve luksoze në Tiranë. Agjencitë amerikane, Putini ndikoi në zgjedhjet e 8 nëntorit. Hatlia, shoqja e Nexhmiës që vdiq në torturat e sigurimit të shtetit. Mehmet Sheu, në brigadën e parë sulmuese ka plas sifilizi, të shkarkohet Nikola Gajo. Antena brenda familjes, Muli gjen kush e arrestoi Ramushin, Sorosi. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Dimri shkarkon qeverinë Rama. Shteti mungon edhe tek akset kryesore rrugore, edhe tek fshatrat, ku shfaqet një emergjencë në furnizimin me ushqime, edhe tek emergjencat e tmerrshme shëndetësore. Mbyllja e shkollave dhe pamundësia për të qeverisur jetën tregtare, kulturore, sportive të vendit, tregues se një dimër i vërtet janë nxjerrë lakrat një qeverisje e propagandë, që vjedhjen e buxhetit e fsheh me kronika të stisura për ministra që e duan kohën e ftohtë dhe dëborën. Situata e acartë në vend, probleme me ujin e pishëm dhe energjinë, izolohen të sëmurët. Acari që ka mbërthyer vendin ka nxjerrë në pa problemet e rënda që po asin qytetarët në përditshmërinë e tyre. Temperaturat e ulta dhe sidomos pamundësimi lëvizjes në zonat rurale ka zbuluar qartësisht pamundësinë e pushtetit për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Shkollat në të gjithë vendin pa ngrohje, gripi një pretekst për të fshehur gjendjen. Tahiri Veliaj në konkurrencë qesharake televizive për të gjetur enda cak, shkruan Dane Pela. Nga Bujar Vreto botohet artikulli "Reagimi, pushteti dëfren, populli lëngon". Mashtrimet e sponsorizuara nga Balla dhe librazhdi izoluar. Skandali, Ministria e Shëndetësisë shpërndan vaksinë antigrip prodhim kinez, asnjë flet udhëzues në Shqip. Meta, arrestimi akt shokues. Haradinaj, simboli shqiptarëve në të gjithë botën. Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, vizitë të posaçme në selinë e Aleancës së Ardhmërisë së Kosovës në Prishtinë. Qëndrimi ndërkombëtar, Der Spiegel, liderët autokrat të Ballkanit po keq përdorin Bashkimin Evropian për interesat të tyre. Një analizë mban titullin "Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të presidentit Trump".
Në rubrikën Forum nga Mehmet Elezi vjen artikulli Në gjuhën tonë të bukur shqip, shkëlzen. Nga Kastriot Dervishi, dosje 1946, pakti 20 vjeçar që paraqiste Gjermaninë dhe Italinë e luftës, armiq shekullor të shqiptarëve. Traktati Hoxha-Simiç, Shqipëria dhe Jugoslavia. Në brëndësi të gazetës 55 sot është suplementi Letrat. Në të ndër të tjera botohet një fragment nga libri Revolucioni botëror. Inesta Webster, Filozofët e revolucionit botëror, është fragmenti që botohet në numrin e sotëm të gazetës 55. Gazeta Standard qelet me titullin Për 2016, ku humbi slogani shlyerja e borxheve. Rekordi i qeverisë, 25 milion euro detyrime. Raporti Open Data, viti 2017 e gjen vendin me 24,7 miliard lek më shumë borxh se në 2016, me 56% më shumë se në 2010. Aksidenti tragjik në Elbasan, 2 makinat përplasen kok më kok, vdes 32 vjeçari, për shkak të akullit dhe shpejtësisë. Në selin e Aleancës Artëmërisë Kosovës, Ilir Meta, arestimi akt shokues, Haradinaj nuk është qytetar i Serbisë, por qytetar kosovar. Një opinion nga Ndriçi Mehmeti bën titullin Mbyllja e shkollave për shkak të dimrit të rënduar apo pa aftësisë së qeverisë për të përballuar situatën. Ska shëndetësi, Basha, gripi është pretekst, shkollat u mbyllën për shkak të ftohtit. Pikante, Lalieri ndryshon kurs, me Obamën e mbyllëm, syt nga Abi Erdogan. Ngurtësimi socialist, çfarë zgjedhjesh do kemi më 18 qershor? Pse Partia Socialiste këmbgul kundër elektronikës? Ngjarja në Vlorë, 17 vjeçaria ndryshon dëshmin. Nuk më përdhunoi babai, por fqi një i moshuar. Si marrin pension ata që humbën punën prej aksidenteve dhe sëmundjeve, masat dhe kushtet e përfitimit. Drejtuesi i Deur, Tiranë, ambulanca përplas 3 automjete. Në brëndësit gazetës Standard sot është suplementi Mistere. Liçeni që fshe misterin e skeleteve në Himalaja. Lista e vrasjeve më të njohura të pasgjidhura janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi qelet me titullin Marrëveshje e shqiptarëve në Maqedoni. Meta, përgjegjësinë ndaj çështjeve me rëndësi kombëtare dhe rajonale. Kryetari i Kuvendit përshëndeti deklaratën e përbashkët të partive politike shqiptare në Maqedoni dhe angazhimin e tyre për një platformë të përbashkët në shërbim të prosperitetit dhe stabilitetit afatgjatë. Lëvizja Socialiste për Integrim përshëndet Partitë Shqiptare për qëndrimin e unifikuar. Luan Rama, Lëvizja Socialiste për Integrim mbështet dhe inkurajon rritjen e rolit të shqiptarëve në Maqedoni. Kryetari i Kuvendit vizitë në selinë e Aleancës Ardhmërisë së Kosovës në Prishtinë. Ilir Meta, Haradinaj, simbol dhe krenari për të gjithë shqiptarët. Deklarata për shtyp e zëvendës kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, arestimi Haradinaj, veprimi gabuar në një kohë të gabuar. Moti i keq, Ministri i Transportit inspektime në zonën e Pukës. Sokol Dervishaj, situata është nën kontroll, nuk ka asnjë aks rrugor kombëtar të bllokuar. Fleckenstein, zgjerimi i Bashkimit Evropian i rëndësishëm, nxit dhe ndihmon vendet e Ballkanit drejt zhvillimit. Një analizë nga raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Ish presidenti portugalisë themeluesi i Partisë Socialiste, ndahet nga jeta Mario Soares, i vlerësuar dhe i konsideruar si babai i demokracisë portugeze. Një koment nga Christopher Hill mban titullin Bota pas Alepos. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport në faqen e parë titujt Partizani, ja prapaskenat me sulmuesin e Maqedonisë. Të kuqt këmbgulin për Agim Ibrahimin, por duan t'u arrëmbejnë slovenët e Mariborit. Demat presin një afrikan në provë, Yasir Hasani më larg. Sherri i Tiranës në televizion. Halili, nuk je Maradona, nuk paguesh kur je i dëmtuar. Muzaka, kam muaj që s'marr rrogën, e zgjidhim në Federatën Shqiptare të Futbollit. Presidenti Tiranës akuzon Mes Fushorin, ke hapur biznes fotoje, por duhet ta bëje pas Italie futbollin. Josa më ka thënë që i ke fikur motorët. Një analizë nga Besnik Dizdari mban titullin Futbollistët, olimpistët e parë shqiptar. Laçi ndryshon trajnerin, zyrtarizohet edhe Fukui, vjen Sinella.
Skënderbeu ngro medaljen, Kuksin e mund Cikaleshi. Miqësorët në Turqi, korçarët barazojnë me Bursasporin, rinis polemika për Sebino Plakun. Flamurtari, Kabashi refuzon prej dritave, firmos një mbrojtës serb. Itali, përmbysje magjike e Interit, Perisic hero. Ndeshjet, Baka nderon Milanin në fund, Juve vë rekord. Kupa Anglis, Pedro ringjall Chelsea, ngec Liverpooli. Spanjë, Barcelona haron të fitoj, Messi e shpëton sërish. Gjermani, Ribéry si Robben, flirton me kinezët. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.